Rino Terras, raportuesi i Kosovës në Parlamentin Evropian, ka bërë një deklaratë të rëndësishme lidhur me vizitën e planifikuar të presidentit të Këshillit të BE-s, Antoni Kosta në Serbi më 13 maj. Ai ka bërë të ditur se ka marrë iniciativë dhe së bashku me kolegët e tij në Parlamentin Evropian janë duke mbledhur nënshkrime për të kërkuar që Kosta të anulojë këtë vizitë. Është e papranueshme që presidenti serb Aleksandar Vučić të marrë pjesë në paradën usarake të presidentit rus Vladimir Putin. Kjo pjesëmarrje është në kundërshtim të drejt me vlerat që Bashkimi Evropian mbron dhe tregon një mbështetje për gjenocidin që po ndodh në Ukrainë, shkroi Terras në platformën X. Ai theksoi se veprime të tilla nuk mund të kalojnë pa pasoja, duke kërkuar që BE-ja të mbajë shëndrim të fortë ndaj çdo akti që mund të minojë stabilitetin dhe vlerat evropiane. Ndryshe, presidenti i ri i Këshillit Evropian, Antonio Costa, do të ndërmarrë një vizitë zyrtare në të gjithë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë javës ardhshme, nga data 12 deri në 16 maj 2025, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe riafirmimin e përkushtimit të Bashkimit Evropian ndaj rajonit. Vizita kulmon më 16 maj në Tiranë, ku presidenti Costa do të bashkëorganizojë samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian.